Ndryshe nga vitet e tjera, tash ka dalë problem, ne kemi debate me policinë e zonës, e cila përveç këtij aspekti ka qenë shumë pozitive edhe vitin e kaluar edhe këtë vit, që ka lidhje me orkestrën. Policia ndodhet nën presionin e sinjalizimeve anonime të njerëzve të frustruar dhe ata të detyruar nga këta persona anonim vinë edhe shpesh debatojnë për problemet, nuk po flas për orarin, po flitet për volumin e muzikës, të cilën është mrena parametrave që jep ligji. Është shumë e rëndësishme që Ministria e Brendshme, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë të ndërhyjë me rregullore të reja që mos ta lejë policinë nën presionin e njerëzve anonim. Ligji duhet të jetë në funksion personave legal, siç janë këto bizneset shumëta këtu, siç janë qindra qytetarë që duan të argëtohen, dhe jo në të njerëzve anonim. Policia me të drejtë vjen edhe ndërpret muzikën pasi ata zbatojnë ligjin, por ne duhet të bëjmë një kërkesë qeverisë pasi shumë turistë, qofshin ata të huaj, por edhe shqiptar, duan që të argëtohen, pasi kjo është edhe arsyeja pse ata vinë të vizitojnë Shqipërinë apo që të shplodhen në hotelin që ne kemi. Edhe i bëjmë kërkesë qoftë qeverisë apo policisë që të zgjatet orari i muzikës apo i eventeve, apo dhe gjatë ditës në momentet e drekës kur ne kemi animacione në pishinë apo organizojmë lojëra të ndryshme, të mos vinë dhe të na bezdisin në hotelet tona. Pasi pjesa më e madhe e turistëve duan argëtimin, por kjo ndonjëherë për një telefonat të një konkurenti apo të një të smuri, ndonjëherë edhe me të drejtë, por për një persone nuk mund të mbyllim biznesin apo aktivitetin, pasi një orar pak më i zgjatur si edhe një rritje të ekonomisë së biznesit, po edhe të gjithë Shqipërisë apo dhe të punësuarve që janë në bizneset tona.